Përshëndetje, na shpesh kena po këshilla për shëndetjen e syve tek intervista e familja jonë. E sot unë e kom ardhur për mi kontrollu sytë e mi te klinika Gjermane. Derisa kom prit me mordh rrodha, kom shu për shëndetjen e syve. Përshëndetje. Përshëndetje, da punoj le sytë. Okej. Vendose këto mjekër, këtu ballet. Në rregull, vazhdojmë të aparati tjetër. Afrohu këtu. Syri tjetër. Më ke vladit. Në rregull, tash vazhdojmë të një ekzaminim tjetër. E jam mu. Dita. Çfarë problemi ke me sy? Ke pas ndonjë problem në një të pomë? Jo. Ke pas në skurse të syve, kruje të syve, diçka? Asnjë. Okej. Atës tash do të shohim sa po shëti, që ti shikimi, ne pastaj diskutojmë. Çfarë ti ke më pyet më konkret, po? Po. 0, 2, 7, 4, 6. Katër, 2, 7, 4 edhe 6. Të bëjmë disa ekzaminime të tjera shtesë, të shihim. A kam nevojë për syza? Për momentin jo, po tash do ta shoh. A jemi në metro? A pa rritë me pa? Tu kemi me bu një ekzaminim që e ka rekomandu doktora Frime. Në rregull, unë e po filloj, mos lëve 2 sekonda, mos lëve zeda. Faleminderit. Shumë gjatë në telefon. Po. A shumë të mësosh, e dash lush në normal. Po? Okej. Ditën e mirë. Ditën e mirë. Fëmijë, dëni më ardh këtu te klinika Gjermane me i kontrollu sytë.